ti këndojmë. Erdi Fuati nga Voshtina, me balëtën e nyzeshtes, na umber artist me fam, I përjetëshëm do të mbes, njeri me figur të pastër, dhe aktor shumë energjik, me rezervat të pashteshme, të gjithë fa bëjnë amik. Njeri me figur të pastër, dhe aktor shumë energjik, me rezervat të pashteshme, të gjithë fa bëjnë amik. Është artistë shumë I rallë, që nga mendja nuk na del, ndere krenari për thjerin, për Shqiprin është një model, dere është artistë shumë I rallë, që nga mendja nuk na del, ndere krenari për thjerin, për Shqiprin është një model, është artist I merituar, qytetar deri I fjerit, me humorin e tij të bukur, qëndron dhe vendin e nderit. Është artist I merituar, qytetar deri I fjerit, me humorin e tij të bukur, qëndron dhe vendin e nderit, me humorin e tij të bukur, qëndron dhe vendin e nderit. Falemderit, ju falemderit shumë, ju falenderoj shumë. Dua të bëj një përshëndetje. Përshëndes Apollonin, televizionin Apollon me të gjithë stafin drejtues. Në veçanti përshëndes titullarin e televizionit Artur Ystemi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Doni po për Beluli. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Rofshi. Profesor Fuati, si po ndjeni në bas gjithë këtyre surprizave? Jo, unë po befasohem se, me thanë drejtën, shumë rrallë ndeshem unë me fëmijë, që të komunikoj me ta edhe të dëgjoj nga goja e tyre, të dëgjoj humor e dëgjoj fjalë të bukura, si që po dëgjoj këtu. Po për mua është një vlerë, është vlerë e madhe. Siguri, po që për ne, që kemi profesione dhe për publikun që do të shikojnë televizion. Jeni vlerë. Faleminderit. Profesor Fuati, unë them që të qetësoni, sepse surprizat e spektaklit ton nuk kanë mbaruar akoma, sepse në skenë do të vi I pandrishmi. Përshëndetje këta, artistin dhe aktorin e pazëvendësueshëm zotin Fuat Boçi. Faleminderit, bravo. Zoti Fuat, Urdhro. si po ndjeni në atmosferën e show tonë lirinor? Po shkrypem, kënaqem. Bravo. Si për ju, edhe për ne, besoj se është një gjë e madhe që ne të zbulojmë cilësitë tuaja. Jo, patjetër. Unë kam një dëshirë dhe dëshiroj shumë që të më plotësoni. Urdhro. Por në fillim dua që të më ndihni. Urdhro. Ç'ju them për Belulin, mor vlezër? Beluli si trembe I qerpiku
Qerpiku fare, se qerpikët ishin të djegur, s'kishte më fare, na! Dhe tani ftoj në skenë artistin e merituar me cilësi të pamposhtura zotin Fuad Boçi. Bravo. Bravo. Doni tu kujtoj një qik tani për figurën e Belulit. Tani, si që thane edhe këta është fëmijët e dashur këtu, Belul Gjeraqina që po përkujtojmë sot, ka qenë një shkrimtar i shuar. Tani para forse të përmendën kontributin e ti, idete që përforcoj Beluli, po për këtë flet vepra që Beluli në ka lënë. Këtu unë do të përmend të pashkruarat që ta njeni mirë ju që se keni njohur nga afër, si që pata unë rastin nderin, mundësinë dhe kënaqësinë. Shtë të gojë unë për Belulin më vëllezër, more. Më kujtojtë që sot takimi i fundit me të, që është e vërteta ashtu si të jetën, edhe në ato qaste, unë ju ndodha pranë, se pranë më deshmoj, ti se lu më frymëzon, thoshte, mi shton forca, thoshte. Dhe ja shtoja vërteto, nuk e njëndë Beluli. Natyrisht a i më qmonte, po, unë nuk do të ri këtu të flasë për vete, se ne jemi mbledhur që të përkujtojmë Belulin, apo jo. Më kujtojnë që i shotë mërë fëmijë të dashur, ishte i shëmur Beluli në shtratë. Shkova unë të shore dhe thash, a më Beluli dhe, për si je mërë djallë të shore. Mërë Selo tha, se Selaudin e kam emrin unë, po Selo më thërrisnin. Nese, a mërë Selo tha, s'ki që do jetën mërë tha, po shpate pranë tha, një njeri me vlera tha. E kishë fjallë për mua, i po nese të më. Dhe i mërë vëllezë nuk i njën të kurë, këtë cilësi të vyër Beluli e kishë. E kishë, more, shtu të regojë unë tjetër për Belulin, more. More, talendi që njëra anë e Belulit, more. Ana tjetër që e burëria, more, që e cilësia, more, që e trimëria, more, që e... I kishë marë zjarë shtëpia njërë Belulit, more. Zjarë, më zjarë. Flakët krakërin i gjërë në qilë dhe për pini së gjenin, shpyesnin në to. Ishe poeta, prozatora, talendi madha, mezatara, ministra, deputeta, kryeministra, të dilin të përvelonin. Të afrëmi të Belulit, kishin ullur kokat, të tjerët kishin ngritur duart për pjetë. Zjarë fiksat të panës panë, bërnës bënë, i prenës presat. Hojt në elmetat, thanë, vate kjo punë, keq punë, more. Mua së mbate vendi, more, të së mbate vendi. Nuk është të raste me që po flasim për jetën e një miku, të një shoku, po unë jam kokë krishu, more, vate maroj. Shpjes rezikun. Ja, sidomos kur më rezikohet miku dhe shoku, unë bëhem tigër, more. E tigri më parë ullërin, e unë ullërita. Po s'kamër këtu thash një burë, një trim të nëspëtoj Belulin. Asnjë, more. Me hipi gjakun tru. Rëmbeva një elmet nga të zjarfiksave, e vura në kokë, e sulmova. Sulmova flakte para, të dytate, të tretate, për 7-8 sekonda, jashtë, me Belulin kra. Beluli rinde si statuj, more. Nuk i di dhe i qerpikut, tani qerpikut i gjebër, pa nuk i di dhe. Belul, mërë, tha, nuk u je mërë trim, tha, mërë Selo, tha, ti më shpetove, tha, hajde mërë me mua, tha, shkëtu, jo mërë pëse vinde, ti donde, këtu do digjem, tha, në shtëpin time, ja, e më në fund erdi edhe mora unë Belulin, e në zora me shoke, me miq, e me fëmijët e ti, të gjithë që kishte, edhe pëm muhabete, pëm humore, u kënaqem, ja, si shpo kënaqem i son dhe këtu, ja, kështu me Belulin. E shpëtoj Beluli. Po Beluli qëtë, trim Beluli, ku t'i gjonë dhe Beluli, ziu më, po mua më donë dhe shumë, pa ty sëllë, të se unë nuk mund t'jetoj dot. Më donë dhe shumë, more, shumë më donë dhe. Ky është Beluli. Ja, doni me për Belulin. Më doni me, ashtu të me për Belulin. Ashtu, ja, kaq për Belulin. Ashtu.
asnjë arsye për të pyetur se kush e interpretoi më mirë, sepse ja kush e interpretoi më mirë, zoti Fat Boçi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ky është më i miri, një ndër më të mirët e aktorëve tanë shqiptar. Faleminderit shumë. Dhe është një imazh që të gjithë duhet ta marrin shembull. Faleminderit shumë, djalë, faleminderit shumë, bravo. Mirupafshim të gjithëve. Profesor Fuati.